të ndihmon KPM-n dhe vendimet merren nga KPM-ja. Dhe nuk guxon sekretariati as me komuniku do të as në formë me konstatu diçka që veç me konstatu më fal në raport Zonja Kusari, se jemi në fund gëzim ta përmbyllim edhe këtë. Për KPM nëse e ki një diçka shkurt dhe po kalojmë te pjesa e RTK-s. E di që njëjtë në kauzën e KPM-s keni qenë kritike, por që po besoj u dhan krejt argumentet e mundshme që vullneti ka qenë është ta me pas një ligj të mirë, por që është dëshmu që ka deviju komplet në përmbajtjen e tij dhe e ka vërtetu këto gjykata kushtetuese. RTK, pa drejtor të përgjithshëm, pa bord funksional, pa buxhet, pa të nadzezat. Qyre, vetëvendosja kur ka ardhur në pushtet e ka organizu procesin e përgjithjes anëtarëve të bordit. Dhe në atë kohë e ka monitoru plot me shumë organizatë tjera, diku kemi qenë rreth 20 monitorus, nuk besoj që ka pas ndaj proces tjetër sa i përket mediave ma i monitorun se qaj proces. Kanë aplikuar rreth 120 veta prej intervistave që janë marrë. Qata që i kanë marrë pozitat, i kanë marrë me merit sepse në intervista kanë performu mirë. Dhe unë personalisht, po dhe shumë të tjerë e kemi përshëndet atë proces. Çka ka ndodhur më tuti është që shpresa e jeme dhe plot tjerëve ka qenë që këta njerëz nuk i nënshtrohen vetëvendosjes e asnjë presioni tjetër. Dhe rezultati ka qenë që shumica anëtarëve të bordit dhe në disa momente të gjithë anëtarët të bordit i nënshtru presionit politik. Sidomos kur është zgjedh drejtori i televizionit Erlin Gërvalla, pra një themi ish aktivisti i lëvizjes vetëvendosje. Pra çka ndodhi është që fillimisht bordi u politizu. Dhe pastaj gjitha vendimet e tyre dhe veprimet e tyre ishin normalisht të ndikume politikisht, edhe ajo u po. Ka pas situata ku bordi ka diskutuar s'po m'pëlqen ky moderator, kjo moderatore, pe hekin, pe vendosin, që nuk i takon shumë bordit me boq ato. Pastaj që ka ndodhi faza tjetër, ke që nuk i mjaftoi vetëvendosjes me ndikut e bordit, dhe ishin me ndikut e përmbajtja. Sidomos të lajme qendrore që është pika kyçe, dhe na pom situata ku u keq përdor Radio Televizioni i Kosovës me bo propagandë kundër nacionales edhe periskopit dhe të qartësohet. Kërkush nuk ka jap llogari. Pra na kemi raport të brendshëm të RTK-s, kemi vretje për KPM-s, kemi edhe vlerësime të ndryshme qoftë për njerëzve që njohin fushën e tjera, kërkush nuk ka jap llogari për shkeljen bile me sa diun ata persona janë promovu. Pastaj, pas kësaj ka qenë faza me largu njerëz prej punës, i kanë largu njerëz prej punës, se shpresa e vetëvendosjes së konë që i hekim, disa tani zavendësojmë me tont, po është pak si vonë me kap institucione disodit, sepse nuk është mu viti 2000 e 2005, se tash ka shumë ma shumë transparencë, ka shumë ma shumë monitorus, që çka do që bën ajo ka me u po. Që tash, RTK-ja është në pikën më të ulët që unë e di. Është në pikën më të ulët për shkak se nuk ka buxhet, 700 punëtorë dhe rrjedhimisht familjet e tyre nuk i kanë marrë pagat, provuohet gati muji dhe nuk është hera parë, në gusht ka ndodhur njëjtë. 3 herë brenda këtij viti kemi pas protesta e pa precedent. Sot në orën 11 të ditës, publiku nuk ka mujt me pa lajme në RTK, po ka pa grevën që ka filluar në RTK. Dhe çka kemi na sot? Kemi një koordinim fantastik të presidentës dhe të kryeministrit në detyrë se qysh me falsu krejt botën për një përgjithësi që e ka vetëm kryeministri dhe qeveria aktualisht. Pra për shkak të momentumit politik... Ata po thonë që përgjithësinë ka opozita që s'po i voton. Po, sigurisht ata kanë me thonë. Dhe kjo është një narrativ, është propagandë, nuk është e vërtet as pak. Aktualisht, buxheti mundet me transferu RTK-s veç qeveria me vendim. Qysh ka bu ngusht? Njëjtë si ngusht. Dhe nuk po e bujnë tjetër si ngusht. S'është me rëndësi forma, me rëndësi është mu pagu punëtorët. Dhe do me thonë, njëre aspekt është mu shoku që ka bon kryeministri, dhe aspekti tjetër është me pa presidentja, qysh e hen në këtë lojë politike dhe e përdor RTK-n sepse po dojnë me i fitu disa lojna politike në Kuvend të Kosovës. Është e drejtë e presidentës me vendos me animu kurdit edhe vetëvendosjes. Po lutja ime është që RTK-n me lojnë jashtë këtij ekuacioni politik. Dhe sot 700 punëtor kanë dalë edhe ju kanë bashkangjit greves, nuk ka pas emisione për një orë dhe kjo grevë ka me vazhdu. Frika jeme është që na kena me përfundu si në Greqi, ku për disa muaj me radhë u pat mbyll transmetuesi publik në si farloje politike. Dhe rezultati është që një transmetues që ti ke premtu, ke ardhur në pushtet, duke premtu që RTK ka mu bo pavarur e tjera, jetu e vendosë në pozitë shumë më të keqe
me presion politik dhe me presion financiar se s'ka që e konë ma herët. Dhe kur na e bojmë që si diskutimi, nuk ka hapa me përmirësu situatën, po ka veprime e statusa të deputetve që paguhen edhe dalin i denigrojnë aktivistat e gazetarët e cilët e folin një fjalë për RTK. Pra kur gjendje ma të keqe në RTK nuk kemi pas dhe përgjithësi e ka emrin lëvizjave të vendosje. Faleminderit shumë. Zonja Dema, me siguri e keni pa këtë situatë në RTK, AGK? Po, përveç që e kemi pa AGK-ja natyrisht që pas një diskutim është në mbështetje të 700 ose rreth 700 punëtorëve të Radio-Televizionit Kosovës, të cilët në mënyrë tepër të padrejt detyrohen dalin në protesta. Do me thonë, është situatë thjesht e pa imagjinueshme, betim pa dashur me t'inglu shumë depresive në këtë farë diskutimi, po imagjinoj e punëtor detyrohen me shpenzu kohë, me shpenzu energji, me shpenzu mjete besa, me shpenzu mend, me shpenzu gjithçka në organizim të protestave, të grevave, për çka përsa në koti. Në vend se me qenë të investu krejt këtë energji të tëne në përmbajtje të RTK-s, në përmirësim të kushteve, të përmbajtjeve të njerëzve, të asaj që ofrojnë. AGK-ja e përkra protestën, ka qenë në gjitha protestat e organizuara prej Radio-Televizionit Kosovës, edhe ka me vazhdu me qenë natyrisht aty në përkrahjet tëne. Ajo që vazhdojmë me kërku me shumë urgjencë është thjesht me i qitë pagat. Tash mënyra që e gjenë qeveria, a e fajsoj njani tjetrin, a qka bojnë, ata le t'i mbajnë për veti krejt këto diskutime, po qka du të me bosht vish me qitë pagat. Edhe këtu me përfundu këtë presion që unë po e quj edhe financiar, sepse ka aty presione prej lojeve më të ndryshme të mundshme, tash në punonjësve të RTK-s ju ka shtu edhe presioni financiar. Edhe nuk kish do me thonë absolutisht krejt shoqënia kemi mujt me jetu edhe pa këtë skenë, pa e pa këtë skenë, si shdasht me kalune për këso ngjarje njerëzit gazetar. Dhe ti më du me përmen edhe diçka. Shumë shkurt e kushtet e punës. Do më thonë është e pabesueshme që në 2025 na nuk kena hapësirë me diskutu për kushtet e mira në të cilat punojnë gazetarët në transmetuesin publik. Kushtet bazike nuk i kanë, mos flasim për ambientet aty, vendin e punës, kariket, banjët e tjera, është absolutisht mjerim dhe nuk ka pas rritjet e pagave me sa kuptova unë prej viti 2006. Veç më smjallon fojnë veç kësaj qeverie, RTK asë njerës ka qenë si duket interesi asë një partije politike, e asë një qeverie që tjetë ashtë s'ka qenë interes me regullu se me ka pohë. Problemin e financimit, kështu që RTK është storje ma e madhe për cilën është ta e organizojmë një debate dhe flasim shumë a shumë. Mjerisht që sot krejt kolegët në RTK janë duke u përballur me një situatë që s'do duhet ishin, sepse e dim që mbjetesa në ditët e sodit në këtë kohë kur me inflacion jemi të jetu me çmime tavan, është shumë e vështirë, plus kredia kësti më zvet. Zonja Aliti, për ta përmbyllur krejt, nëse më në shkurt, a jeni optimiste që ka me ndryshu diçka në vitin që po vjen? Natyrisht, mendoj që partia në pushtet në këtë rast e ka mendu si proces shumë më të lehtë gjithë këtë presion dhe gjithë këtë formë, por po del që nuk është. Dhe ata vetë e kanë po që mediat, shoqëria civile dhe aktivistët nuk nështrohen letë. S'ka rëndësi se kush është në pushtet dhe në çfarë forme tenton me i nështru, vazhdojnë që ta ruajnë integritetin e tyre edhe të institucioneve, edhe integritetin e tyre personal dhe natyrisht që do të reflektojnë mbi këtë bazë, sepse tek e fundit kjo do të ju kushtoj me votë dhe jo pse ata duan, por e mendojnë pasojën e votës dhe detyrohen në këtë formë që të ndryshojnë dhe natyrisht që do duaj, nuk ka zgjedhje tjetër. Zonja Aliti, zonja Dema Selmani, zonja Kusari, zotri Shala, faleminderit shumë, kaq kishim